Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, sot e hen 9 qershor. Çdo ditë ju prisin të reja, prisni arestime po arrestojnë çdo ditë. Njerëzit të ndryshëm, deputeta, ministra, të dashur bashkëdhetar shqiptar, siç ju kam njoftuar, ne me 13 qershor kemi ditën e lirimit të Shqipërisë, ditë paqe, ditë takimi me shqiptarë, sepse na kujtohen ditë hidhërimi. Ju e shihni vaporin në krahun tim më të djathtë. A e shihni vapor të paparën në histori. Mira e mira njerëz. A i shihni njerëzit si janë kur zbritën në Itali. A i shihni njerëzit janë të lodhur, të pangrënë, më keq se një ndinë e varfër. Më keq se në Afrikën e kafshëve. Arritën binte dhe stërnipat e Skënderbeut të kalojnë në detin duke qarë, duke lënë nënën mbrapa krave, duke lënë nënën të vetmuar. A i shihni këta njerëz që shihni si janë të dashur bashkëdhetar, është origjinal. Këtë foto e kam marrë vetë, i prismim në Itali. Kanë qenë arbreshët, qanin me lotë. Qani njerëzit, kur nuk e harroj këtë ditë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Qani njerëzit kur i shihnin të dopt, skelet. Këta djemë që shihni ju, sot janë bërë burra, kush 60 vjetë, kush 50 vjetë. Këta që shihni ju, me mira e me qindra, kanë fëmijë. I kanë fëmijët në tokën e botës. Nuk peshon asgjë me tokën e botës. Të dashur shqiptar, kjo është thirrja ime nga zemra. Kjo është thirrja ime e 13 qershorit. Dita e bashkimit. Dita e festës të paparë në histori. Dita e bashkimit të gjithë ata që ishën në parti, të quajtur në PD. Të gjithë ata që ishën të quajtur në PS. Janë shqiptarë. Asnjë se ka deshur as PS-n dhe as PD-n, po nga halli, nga tortura. Thoshin jemi me PS-n, vllai me PS-n, motra me PD-n. Ishën çorëntuar gjithë shqiptarët. Spionazhi bënte çdo gjë. Bënte propagandë në kafene, në rrugë, kudo të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pra, pse unë caktova që të vini, 13 qershori të shihni nënën tuaj, të gëzoni ditën, 34 vjetë që i keni ngrysur pa nënë, pa babë, jashtë atë dheut. Unë i di fare mirë. Unë i di shqiptarët, po thuen gjithë botën i kam parë. Çdo shqiptar që sheh në stacion tren, në rrugë, kudo, në për Evropë, kur e dëgjon fjalën shqipe të afrohet, e thot, vërtet je shqiptari im? I kanë humbur. Shqiptarët janë mërzitur, janë torturuar. E po t'i pyesh pse nuk shkon në tokën tënde. E ku të vetëm? S'kam shtëpi, s'kam katandi. Edhe nëna ime që e eshtot, s'ka ujë të pi, s'ka bukë të haj, s'ka ujë të laje. Shtëpin e ze me plastik, sepse shiu më shumë bie brenda se jashtë. Pra të dashur shqiptare, erdhi koha juaj.
Kanë ngritur 1.200.000 hotele dhe vila në Bregdetin tonë. Në tokën shqiptare janë ngritur dyqane, shopping center. Nga këta joja milionierë, ta burgun e kam pak. Sepse dije ishën pa pantallona, sot quhen oligark. A qa oligark do t'jeni në përburje? Vilat janë bërë shqiptar. Shtëpit janë ngritur shqiptar. Janë tuajat. Shopping center është tuaj. Do të gjeni shqiptarët. Tuaj do vinë të punojnë për shqiptarët, si dikur. E janë pra më datën 13. E janë shqiptar, ta gëzoni atë ditë. Ta shijoni. E janë takoheni kush është në Amerikë, shoku i tij i vlegjërisë, dofta ka qenë në Gjermani, në Francë, të bashkoheni. Eni pra tipi dorën një i tjetrit në bulevardin Skënderbek. Eni pra të afroheni me komshin, të lini sherret. Eni pra të takoheni me njëri tjetër, të çmalleni. Eni, si më tha një para ca ditë, dua të më vinë fëmijët të marrë erën. Eni pra të gëzoni ditën 13 qershori, do t'jetë dita që do ngelet në histori e botës. Do t'jetë dita e kthimit të shqiptarëve. E janë pra të bëjmë 20-30 milion në tokën tonë të dashur. E janë pra nga Turqia që keni me qindra vjet, është toka e juaj, toka e strëgjyshve tuaj. E janë pra ktheuni si që kthe Skënderbeu. Erdhi në tokën e tij, në tokën e tij vdiq. E janë pra gjithë shqiptarë. E janë të shohim njëri tjetrin për dasmë, ngushëllime, për gëzime, për hidhrime. Jemi shqiptarë. Data 13 qershor është datë gëzimi. Të dashur shqiptar, miru pafshim të martën në orë, të martën më 10 qershor. Natën e mirë, rinjë qetë shqiptar, se erdhi koha juaj. E një tokën e Shqipërisë, natën e mirë, shihemi nesër.